Ka vende që i viziton, por ka dhe vende që pasi i ke parë, mbeten brenda teje për gjithmonë. Për Lazgush Poradecin, një prej tyre ishte Pogradeci. Këtu, pranë liçenit të Ohrit, lindi më 27 dhjetor 1899 Lazar Sotir Gusho, njeriu që më vonë do të njihej me emrin Lazgush Poradeci. Fëmirin e kaloi pranë liçenit dhe natyra e Pogradecit do të bëhej një prej burimeve më të mëdha të frymëzimit të tij. Por jeta e Lazgushit nuk ishte vetëm liçeni, poezia dhe qetësia e Pogradecit. Qeri, ai u largua për të ndjekur shkollimin dhe gjatë viteve të tij jashtë Shqipërisë, kaloi nëpër disa qendra të rëndësishme kulturore të Europës. Studioi në manastir, Sofje dhe më vonë në Bukuresht. Në Bukuresht u përfshidhe në jetën e komunitetit shqiptar dhe vazhdoi të shkruante, por rruga e tij do të vazhdonte edhe më tej. Në vitet e mëvorshme studioi në Universitetin e Grazit në Austri, ku mbrojti doktoraturën. To vite larg Shqipërisë e pasuruan botën e tij kulturore dhe letrare, por pavarësisht studimeve dhe udhëtimeve, Pogradeci mbeti gjithmonë një pikë referimi. Në poezinë e Lazgushit, liçeni nuk është thjesht një peizazh, ai bëhet pjesë e botës së brendshme të poetit. Uji, nata, hëna, yjet, era dhe heshtja shndrohen në figura poetike. Dhe pikërisht këtu qëndron një nga veçoritë e tij. Lazgushi nuk përshkruan thjesht atë që sheh, ai përpiqet të tregojë atë që ndjen. Në vitin 1933 botoi Vallja e Yjeve, ndërsa në vitin 1937 botoi Ylli i Zemrës. Këto dy vëllime do bëheshin ndër veprat më të njohura të poezisë shqiptare, por Lazgushi nuk ishte vetëm poet. Ai ishte edhe përkthyes dhe solli në Shqip vepra të autorëve të rëndësishëm të letërsisë botërore. Megjithatë, jeta e tij nuk ishte gjithmonë e lehtë. Pas luftës së dytë botërore, ai vazhdoi të jetonte dhe të punonte në Shqipëri, por u tërhoq gjithnjë më shumë nga jeta publike. Punoi për shumë vite si përkthyes dhe u përkushtua ndaj letërsisë. Ndërkohë, Pogradeci dhe liçeni vazhduan të mbeteshin pjesë e pandar e identitetit të tij poetik. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, kur lexojmë Lazgushin sot, është e vështirë të ndajmë poetin nga vendi që e frymëzoi. Pogradeci nuk ishte thjesht vendlindja e tij, ishte një pjesë e botës së tij poetike. Një botë ku natyra nuk është vetëm sfond, por bëhet personazh. Lazgush Poradeci u nda nga jeta në 12 nëntor 1987 në Tiranë, por zëri i tij poetik vazhdon të lidhet me vendin ku gjithçka nisi, me Pogradecin, me liçenin, me atë peizazh që ai e shndroi në poezi. Lazgush Poradeci, një poet që nuk e përshkroi vetëm liçenin e Ohrit, por në një farë mënyre e bëri atë të flasë.